Lufta do zgjasë 1 vit. Ajo 7 vite që thot Albana atje janë 7 vitet e fundit që marron histori, pastaj ajo do jetë kur do vi Antikrishti në pushtet. Po. Ato 7 vite që do shfaqet ky, që do ndahet në 2 faza, te faza e parë do jetë si i mirë, si i butë, siç bëjnë politikanët sot kur duan me ta prish mendjen, që dalin aty me atë retorikën e tyre për të poluan me trurin, me psikologjinë tënde. Ashtu do jetë dhe ky. Këtë do bëhet pjesa e parë, 3 vitet e gjysmës e parë, 3 vitet e gjysmës e dyta pastaj, aty do thotë pastaj hajde një çik këtu se e u tregoj unë juve tani. 7 vitet e fundit para se të përfundoj bota. Kurse unë përthem për luftën që do jetë 1 vit. As 1 vit, më pak se 1 vit do jetë. Me këto armë që ka tani. Do ishte mirë të flisje edhe për Vatikanin se si do përfshihet në këtë gjullurdi, thot. Profeti Rem, ardhja e Krishtit është po njëjti koment që vazhdon më poshtë pasohet, po njëjti person domethënë që shkruan, ardhja e Krishtit është e pashmangshme në një farë mënyrë Satani pa dashje po ndihmon në këtë luftë e keqe. E së keqes ndaj të mirës është e lashtë sa vetë bota që nga krijimi. Korea e Veriut sapo hyrë në lojë me deklaratën që bëri ai Xhurxhi Obez, që tha jam i gatshëm të ndihmoj me armë bërthamore, thotë. Po përgatitet terreni për ardhjen e Antikrishtit. Po. Besoj se je dakord me gjithë, është një njeri që bravo. Pas ka të njëjtën logjik dhe mendje me Aleksin për të se çka themi këtu domethënë. Vatikani ka shkaktuar 2 luftat e para botërore. Ajo, ata të famshmet, ata jezuitët quhen ata, janë ata tipat që për të larë mëkatet shkon vetë kamzhikosin, i bien vetë se lëndojnë trupin. Ata janë të frikshëm fare, kreu i këtyre jezuitëve është ai Papa i Zi. Ky që shohim neve është Papa i Bardh. Ky që jep paçe njerëzve. Paçe. Edhe në sfond financon luftrat, Vatikani, në bashkëpunim me masonerinë, se deri dje luftonte, po tani janë bërë bashk. Vatikani me masonerinë. I ke një. Pse realisht ka pas luftuar më para? Po. Ka pas luftuar. Ka qenë çik më mirë atëherë. Po, kurse tani janë komprometuar komplet. Sa vite bëj që tani janë bë kështu? Po të paktën 1 shekull po herë. Edhe kështu Vatikani. Vatikani është frikshëm fare. Kemi folë edhe për Vatikanin, po ndoshta në vazhdim mund të japim edhe mund të kemi edhe temën vete, por kemi folë gjatë edhe për Vatikanin para disa kohësh. Po çfarë s'kena lënë pa folur vër. Tani si tha çfarë po përgatisin ardhmën e Antikrishtit, qëllimi ai është ata të cilin. Po do dështoj dhe ajo. Te e tham te emisioni kalon çik. Rruga s'ka kthim mbrapa, por çështja do jetë kur të vi i huaj dhe të rrokasi derën e shtëpisë, për një kohë bukë thot. Kush nga ne do të hapi derën dhe do japi i kafshat bukë thot, duke ditur që ditën tjetër s'do ketë për të hëngra as familja e tij thot. Kjo do të jetë sfida më e madhe, jo të depozitojmë ushqim për të mbijetuar ne, por që të japim se uria do jetë e pashmangshme. Komente për të gjithë ata që ndjekin Pisk System. Komente për komplimente. Stefan, të përshëndet, falenderoj shumë për komentin, ke bërë një analizë shumë saktë, edhe kjo është e vërtet. Stefananko. Po, edhe e përshëndesim. Madje po e shohim në vendet tona fqinje shqiptare, siç është Maqedonia, po ngjoj nga miqtë e mi që kam atje, që më thonë që atje për shembull po marrin me limit karburant. Është rritur çmimi i karburantit, edhe këtu në Shqipëri është rritur, po nuk flitet. Po bën kursime domethënë që ta shën. Edhe të shkosh nuk do marrësh si në kohën e verët një kothere bukë. Me tollon. Stefani këtu. Do kthemi tollonit. Pra nuk atje ke rrallë, do mund të shkosh gjithë ditën të presësh për me mbush makinën në 10 litra naftë. Po. Po njerëzit e kanë mjet pune. Nuk ka punë, edhe kështu shkon për shkazohesh çdo gjë. Po, e mamen që të kam thënë që gjithë këto makina që janë shtuar sot ke për t'i parë të parkuara në busë të trotuarit edhe do i shikosh se si do ndryshken, se si do kalbin me kalimin e kohës, i përdori dot njeri. Kështu ishin makinat ajo The Book of Eli ai filmi, aty ishin gjithë parkume të kalbura, të djegura, të ashtu të ndryshkura, ashtu do bëhet. Siç e tha, nuk e di kush e tha te komentin atje, ishte saktë fiks, ashtu do bëhet. Do i trokasi njerëz do kërkojnë bukë te shtëpia e njëri tjetrit. Po, Stefani ishte që thotë. Po, është vërtet ajo. Do ngel edhe vet. Mediat nuk tregojnë të vërtetën. I gjithë populli dhe ata që ishin liberal u bashkuan kundër SBA-s't. Irani, një vend që asnjëherë nuk ka sulmuar asnjë vend, është vend civil, moral i lashtë që e do kulturën dhe jetën e vet. Irani me vlera humane, ndërsa ata që sulmojnë Iranin janë predator. Thot dhurata.
Lind pyetja kush ka të drejtë dhe kush po goditet pafajësisht. Të drejtë ka Irani në këtë rast, edhe po goditet dhe pafajësisht, sepse dela i Bjondi atje që akoma jeton në kohën e kaubojsave dhe thot, meqense unë jam më i forti këtu, kam fuqinë dhe mënyrat për të të shembur. Edhe shkon atje dhe i thot, shiko, bëj atë që do të them unë, se për ndryshe të zhytën në tokë. Atë ja duke bërë tani, se Amerika kujton akoma se jetojnë në Wild West. Edhe dalin bëjnë kaubojsin akoma. Mi po, i kanë gjetë si shara ngosht aty në Irani, sepse nuk është një vend i papërfillshëm. Ka raketa pa fund, se ku lexova diku dhe thoshte që brenda një muaji prodhokan 500 raketa alla. Po. Brenda një muaji 500 raketa. Po, edhe në Amerikë kanë bërë dëm të madh, se Amerika po thjesht është tërheqë në pjesën e sulmit ndaj Iranit. E ka lënë vetëm Izraelin atje. Po tani e pa që s'është. Por domethënë Amerika dhe Izraeli nuk po kanë më tani të prodhojnë, kupton? Edhe kanë harxuar shumë në mbrojtje. Po, për mbrojtje po hodhin ndihmë. E kanë ngel. Plus që ka dhe mbështetjen e 2 superfuqive vëllat, e të Kores. Kupton, është çik i kanë kanë probleme me Iranin, nuk është as kollaj. Po megjithatë, do arrisin që parashikon për ta mbyll tani duke falendëruar gjithë ata që na ndoqën për e tham që nisim me luftën, po ja që mbyllëm me luftën. Me këtë që thotë do të zgjasë deri në shtator, domethënë ajo. Po, konflikti atje deri atëherë ka për të shkuar. Lërë çfarë thon këto, si tha ai, se bëri dhe deklarat tani nga fundi që do e pushojmë luftën. E kundërta, do e vazhdojmë luftën. Do e vazhdojmë. Në gjithmonë. Kupton, kështu që mos shpresoni se zgjidhja ka për të ardhur nga këta që supozojnë si superfuqi. Po çfarë mund ndodhi në shtator që do jetë deri në shtator për shembull? Ose si mund të ndalojë domethënë lufta tek këta? Lufta si duket nga që e kanë siç e thash, pisk punën atje me Iranin, e di që doj pak më shumë kohë për të arritur qëllimin që kanë. Po. Pra ato do të arrijnë qëllimin deri në shtator, pra në momentin që do ndalojë kjo, do kenë arritur qëllimin. Po, do kenë marrë. Deri kenë marrë. Punë, po. Këta do ta marrin Iranin domethënë, do të vendosin njëri që të besuar në tyre, njeriu e komanduar vetin. Po, patjetër, gjithmonë ai ka qenë qëllimi. Duhet të vendosur një njeriu në tyre që do i bindet këtyreve. Të njëjtën gjë që duan me bë dhe me Turqinë. Me Turqinë. Do heqin Erdoganin dhe do vendosin një kemalist. Po deri atëherë me Turqinë, nëse nuk ndodh kjo, bëhet luftë. Këto janë duke ecur paralel. Domthon, ajo goditja që do i bëjnë Erdoganit edhe i marrin me një raketa që çon nga herë kështu dhe i çon në një për ta vrarë. Por Erdogani do bie me vrasje. Besoj se me vrasje, po. Me vrasje, do i shkaktojnë ai aksident. Pra, jo me luftë paraprake në kuptimin siç po ndodh për që vran Khamenein, liderin e Iranit, por pra jo me sulm, siç e bën me raketa, me gjëra. Po. Që sulmuan gjithë si shtet, por këtu do të vrasin Erdoganin me aksident, forma të tjera, ku diu me ushqim apo ku diu me pistolete, me armë. Jo, do e paraqesit sikur pati kështu problem shëndetësor, sepse kishte kancer dhe nuk duroi më trupi, kështu gjëra kanë për të thënë. Do na thonë. Por jo me luftë. Lufta do ndodhin mbrapa në Turqi. Po, kur të jetë kryeministri, presidenti tjetër. Po, do të thonë i tyre. Disa muaj mbas eliminimit të Erdoganit do nisi pasaj situata serioze fare. To ecin paralel, rënja e Erdoganit dhe goditja e Iranit. Gjithmonë qëllimi central i bërthamor. Nuk duan që të ketë kokë nukleare bërthamore Irani. Po mirë, po dëgjoj shumë media që thonë që nuk e ka. Nuk e ka? Është e kundërta, e ka. Prandaj ka paniku ata atje, po kjo që po prodhojnë këta gjendet 60 metra poshtë tokës. Nuk e kanë atë armë, as Amerika, aq më tepër Izraeli, nuk e kanë atë armë. I vetmi vend në botë që e ka atë armë që të shkojë deri 60 metra poshtë tokës, e ka vetëm Rusia. Po këto do shpikin një diçka, do sajojnë një diçka, një manuvër që do ja arrisin atë qëllim. Për të shkuar 60 metra poshtë tokës. Kush do shpikin? Amerika me Izraelin. Do e bëj një diçka, po që do goditet centrali bërthamor, do goditet 100%. E sigurt.
Aty pastaj do fillojnë gjërat serioze, sepse kjo do jetë si pikë referimi, është si shenjë kjo. Të dyja, dhe Rene Erdoganit dhe ajo goditja e këtyreve. Shkojnë bashk. Më ndodhin të dyja njëkohësisht. Po, janë shumë afër në periudhë kohore me njëra tjetrën. Njëra do konfirmoj tjetrën.